thot 2 minuta s'ka shku. E ka diktu djali, më një rene ka diktu babi, thot mytën, edhe kanë ndërpre, vetë kanë ndërpre. Mirë po kur janë 20 dhimbtat, të në uqova, janë gjitha të ngrej pak, edhe kisha qeshmën ati apër, ti qes uj. Ka ftyre, ka jo nësë tishtë, edhe piskashtë, kur anë një motër, edhe ajo qeshto me uj. Tha shko më rapikat edhe ati në qera, shka kanë putë. Impozien, kur të erdhen edhe atë të në plotë bati, kalabalëk, hinën, mu të në më qizën për jashtë. Mirë po, puna e se kjo, mujtët se kjo është krim. Ka myt njeri ka myt. Nuk po thom mos ma shumë ti bile licencën ta hupe, që mos më mujt ki me praktiku mo medicinë me mor dikan tjetër në qafë. Minimumin që ata, maksimumin, burki njeri duhet me flet. Ka myt njeri, ka myt. Po Allah, e shti, si që janë taft, si të kanë kompetenca, shteti mu hongër me këta me çudirim fund, e kanë rastin. Për të shpreh ngushëllime familjes Ademi, për ngjarjen që ka ndodhur në Kumanov Parkje, e lexova raportin që e kishte përgatitur Inspektorati Sanitar Republikan dhe mbasi e lexova raportin që mu dorëzua në Ministrinë e Shëndetësisë, menjëherë e shkarkova drejtorin e Spitalit të Kumanovës. Ekipi profesional i mjekëve dhe 5 ekspertëve të mjekësisë do t'i analizojnë të gjitha dokumentet dhe të njëjtat do të dorëzohen në prokurori. Matutje, për përgjegjësinë profesionale të mjekëve e kanë për obligim që ta bëjnë organet e hetuesisë dhe gjykatës. Besoj se çdo person që do të bëjë gabime, edhe në organizimin e spitalit, po edhe në trajtimin e pacientëve, do të jep përgjegjësi para organeve të drejtësisë.